është ullur në vendin e publikut dhe po i pret qytetarët Ferizajaz të ftuar për një tubim publik në komunë. Ish drejtori i administratës Naim Ferrati kishte ardhur për të akumtuar Ferizajazve ndryshimet që ka pësuar rregulloria e re për taksat komunale, por nuk pat kujt i flet. Përveç atij dhe kryesuesit të kuvendit, në sallë nuk erdhi asnjë njeri. Ky ishte një dështim i radhës së tubimeve publike që po organizon komuna. Mirë po kjo gjë nuk e pengon kryesuesin e kuvendit Faruk Guri të thotë se kuvendi e ka kryer misionin e vet për t'i ftuar qytetarët. Ne kemi dërgu ftesat në qendrat regjistrimit civil, në përgjitha qendrat e regjistrimit civil, pastaj edhe në për media i kemi transmetu, edhe tash tjetër diçka nuk mund ne të bëjmë. Do thotë është përgjithësi, do thotë edhe qytetarëve që të vinë, edhe të japin vërejtjet e tyre, është një rregullore absolutisht shumë e rëndësishme, sepse implikon direkt edhe qytetarët, kështu që ka qenë dashur që të jenë prezent në këtë. A i keni telefonu kryetarët e fshatrave me telefon? Për kryetarët e fshatrave nuk e di që janë informu, mirë po thashun në për qendrat regjistrimit civil. Në për ofiçari. Për ftesa, unë e thash që i kemi dërgu edhe në përmes zyrës kuvendit, e cila është përgjegjëse, do të thotë, për media i kemi dërgu, pastaj edhe përmes drejtorit të administratës, gjithashtu i kemi çuar për qendrat regjistrimit civil. Rregulloria e re për taksa komunale për të dalë në diskutim publik mori dritën jeshile në mbledhjen e fundit të kuvendit. Ish drejtori i administratës Naim Ferrati tha se qytetarët nuk u interesuan madje as për një dokument që i prek drejt për së drejti interesat e tyre. Sipas tij, rregulloria e re paraqet shumë ndryshime nga ajo e deritanishmja. Kjo rregullore është pastruar nga shumë elemente të cilat nuk është dashur të jenë aty dhe janë shtu taksat e reja të cilat ekzekutivi komunal dhe kryetari i komunës ka pa të arsyeshme që duhet të jenë pjesë aktive e kësaj rregullore. Duke pas parasysh jetën dhe ulimin e shoqërisë dhe biznesit dhe gjitha institucionet në Kosovë, në kuadër këtyre parimeve është hartuar edhe ky draft i cili nuk është përfundimtar, por është hudhur në diskutim publik nga qytetarët dhe nga grupe tjera të interesit që të shikohet, diskutohet, gjithashtu të mirën vërejtjet, propozimet, mendimet që në tarmën tjetë një rregullore, mund të them shumë profesionale dhe shumë ambicioze, por sigurisht që të krijon edhe të hyra për komunën e Ferizajt dhe të përjashton të hyra për ato bizneset të cilat ne mendojmë që t'i subvencionojmë dhe t'i avancojmë. Ky draft do të dalë për miratim në mbledhjen e ardhshme të kuvendit komunal.